Jo përshëndesja padinjësisë e brendshme këtu, edhe shikoni që në sfond janë të gjithë yjet ata që kanë rënë për atë dhe, domethënë që kanë forcat e policisë që janë vrarë në krye të detyrës. Nje kam qenë atje dhe kemi probleme, sepse me të realizuar afati kohori i asaj për ta kaluar atë, për ta antimuar. Ne sollim me vonesë, janë shumë rastësi që kur bëhen bashkë ato të gjitha rastet bashkë të gjitha rastësitë në fund bëjnë një qëllim. Megjithatë unë jam i mërzitur nga ajo që na ka ndodhur, se nuk e kam pritur, edhe nuk mund të flas për atë. Do kaloj pak vite që të flasim, do serohemi intensisht. Çfarë kam tani për të thënë? Arsyeja sepse doja ta kisha edhe një kallëzim ligjor në lidhje me çështjen e Belerit dhe të peshkëpisë në kushtetuese, në gjykatën e shkallës së parë, në të gjitha vendet doja ta ndiqja, arsyet janë të shumta. Arsyeja e parë që unë doja të isha i qartë, dua të jemi qartë me ju, doja të isha, dua të jemi qartë me ju, është sepse kudo ku shkoj në Shqipëri, qoftë në Fier, në Gjirokastër, në Tepelen, në Saran, në Shkodër, në Dibër, në Kruj, kudo ku dal, një fjalë dëgjoj kudo. Alfred Beleri na i vrau djemtë. Kaq. Dhe e tjetra, bëri si deshi, e në përkëmbi Shqipërinë, dhe ku me puna thonë, edhe këta të shiturit të politikës tanë, e mbajtën, e ruajtën, edhe Evropa ne e gradoi edhe e mban në shkallën më të lartë të politikës evropiane dhe botërore, duke e mbajtur si eurodeputet. Megjithse numri i serisë atyre armëve që janë kapur atje nuk ka ardhur. Pra ka një njollë të tmerrshme të zeza që po të dolnin do e kishin bërë. Mirë po, qëllimi që i këtyre që na e kaluan afatin kohor është që mos të vërtetohet që drejtoria e Interpolit dhe departamenti i marrëdhënieve me jashtë nuk e ka bërë kërkimin ndërkombëtar për Alfred Belerin atëherë kur ka gjetur flamurin dhe kanë nxitur rrjetën etnike. Megjithse Strasburgu e kishte lënë në fuqia të vendit. Kjo është. Kujt i frikë mua? Unë i frikëm vetë gjyqësisë, sepse edhe në statuset ku shkruaj unë, ku po postoj vazhdimisht, thonë që ajo çështje zgjidhet vetëm me vetë gjyqësi. Dëgjoj njerëz kur flasin në rrugë, kur flas me ta, kur komunikoj, që i dëgjoj duke thënë që unë do e vras Fredi Belerin thonë. Janë gjëra të mezarar këto. Kemi qenë edhe në grup, me njerëz kur e flasin. Ka njerëz që flasin, që thonë, nuk i njohim, nuk i dim, po. Këto janë në shumë zarar. Për një kriminal, vetëm për arsye, sepse ju duhet karrige Edi Ramës, Sali Berisha, Ilir Meta, apo dikuj tjetër, apo disa të tjerë, për një kriminal mund të shkojë në burg një njeri ose disa njerëz, të kalben në burg. Për një kriminal, ne jemi të zotë i vërtetojmë fajësinë, sepse nuk duan të japin numrin e serisë, asgjë më tepër. Kjo që bëj unë, në mënyrë të përditshme, ka një synim dhe një qëllim të caktuar, se unë kot nuk e bëj. Nesër pas nesër në qoftë se ndodh ajo që unë dua kur të mos ndodh, nuk dua të ketë vetëdijsi, nuk dua të ketë të vihet dorë mbi Fredi Belerin, që s'ia vlen të bëhet hero, se s'është hero, ai është një kriminal ordinar. Në qoftë se ndodh ama, duhet të ruhemi dhe asaj, se mund të ndodh, se jemi duke dëgjuar shumë, dhe ju ka ardhur shpirti këtu, me atë karshillek që ka bërë, e me atë krim që ka bërë, jo vetëm me gjegjen e flamurit që po, me sharrin e Shqipërisë, të tallën, në përkëmbje në njërën e tjetrën, por me peshkëpinë dhe mbajtjen fshehur të numrave të serisë. Ju ka ardhur shpirti këtu njerëz, dhe vazhdimisht të dëgjoj të thash, në qoftë se ndodh kjo, ama unë dua që përballë të jenë këto që unë komunikoj me ju. Dhe njerëzit, qoftë këtu brenda, në Shqipëri, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë kudo që të jetë, këto që them unë duhet t'i shohë. Edhe paralajmërimet, jam të thënë që mund të ndodhë, që jam duke dëgjuar, duke lëvizur në gjithë Shqipërinë, jam duke folur, duhet t'i marrim parasysh, se kështu dalin nga pak, dhe nuk i dihet se ç'bëhet, marrin njerëz me qafë, këtu është Ministria e Brendshme, duhet që të reagojnë, të bëjnë të pamundurën, mos të lejojnë vetëgjyqësi, mos të lejojnë që të vihet dorë mbi atë plehër, që të përdoren forca, arma, asgjësimi fizik i tij, sepse shkoni jetë njerëz të dëm, njerëz të saktë, i bëni kriminal, keni fituar lekët e dinjas, antiterrori me të tjerë, dhe bastard, dhe bibushtrash, s'keni lënë gjë pa i bërë këtij populli, e kur vepuni i lini atje, mund të bëjnë ndonjëri në një hatat të madhe, dhe nesër pas nesër të bëj burg të përjetshëm për një kërm të tillë, në vend që ta çonin në burg, të marrën punë me të, dhe këta të jenë të lirë, edhe ai të shkojnë në vendin që meriton. Por, në qoftë se nuk e bëjnë dhe ndodhë një gjë të mërshme, atëherë unë dua që t'jenë sqaruar
me popullin, me njerëzit, me publikun, me të gjithë. Që unë i thash gjera. Unë mora me atë punë, sa mora asnjë në Shqipëri, dhe kam për të marrë me të vazhdimisht. Dhe në qoftë se diçka ndodh, që uroj të mos ndodhë 1 milion vjet, uroj që Fredi Beleri të jetë shnosh e mirë dhe të përfundoj në burg, që ku e meriton dhe duhet ta meritonte, në qoftë se do kishin që politikë të korruptuar në të katananët, dhe këta njerëz të shitur në kryet e vendit të shtetit, ai të shkojë në burg, nësa njerëzit të rrinë në Terezinë e vet, drejtësia të bëjë punën e vet, edhe kaq. Kjo është arsyeja sepse jam duke gërmuar dhe kam gërmuar. Dhe kam të folur vazhdimisht. Nesër pas nesër, në qoftë se diçka ndodh, fjalët e mia kanë përqend aty. Ju keni për të kaluar mirë, ndoshta po, mund të kaloni dhe keq, sepse populli ka për të kërkuar llogari. Se nuk e qua ata që ku duhej Fredi Belerin, po alat njerëzve para syve dhe njerëz edhe dikujt mund të mbyllen syt dhe të bëj ata mbi te. Kaq. Se ky shtet është shtet zagarësh. Respekt për ata që ranë, respekt dhe këta që ka mund këtu mbrapa, por nuk kanë merituar as këtë qeveri, as këtë polici, as këtë opozit. Përndryshe, po të kishin merituar, Fredi Beleri do kishte shkuar në vendin e vet, nuk do ishte kërcënim serioz për jetën e shumë njerëzve dhe për jetën dhe për sigurinë e vet.